Përsa i përket protestës, mua shpreha më e bukur në fakt që unë e shikoj sa herë vi përballë një përfaqësuesit qeverisë. Ramazan Berisha. Jo, është një shprehje tjetër që ka dalë që tha kur dëgjoj këta tha në fillim qesh pastaj qaj, se kujtoj se këta qeverisin Tragikomedi thua ti. Qeverisin për jetën time të përditshme. Tash edhe me një muzikë instrumentale në sfond dhe disa sherë nga fuga i keni marrë të tërë këto do edhe në këshilla marketingu. Nuk është fuga fare. E thonë që është kthyer. E kupton tani maksimumi këtyre është fuga, fuga vetë. I ke parë që kanë filluar edhe shkruajnë ca me më shumë figura letrare, kanë përdorur ca personazhe të tjera. Çfarë mban gjallë të protest? Me thënë drejtën është e trishtueshme ta themi, po është gjendja skandaloze e spitaleve, gjendja skandaloze e arsimit, gjendja skandaloze e pensioneve, arroganca e një shteti që mirë që të vjedh, po s'ka edhe minimumin e edukatës të dëgjoj, arroganca e një oligarkie që do me të marrë dhe atë lekun e fundit që ke në xhep, arroganca e një shteti që thotë unë jap 4 milion euro për Kanye West, po që se utoja le t'i gjej lekët ku të doj për poltrona edhe të smurët me kancer le të shtrihen aty në karrige. Arroganca e një pushteti që ta sjell krimin organizuar, ta fut aty zvërnez dhe thot po do e bëj unë projektin, ndërkohë që aty zotnis janë sekuestruar llogarit nga spaku që përkodhelet kaq shumë nga qeveria tyre. Arroganca e një pushteti që në 13 vjet nuk ka lënë asnjë pjesë pa futur me krim, me oligarki, pa investuar në media, që i ka bërë pronar në të gjitha këto resorta luksoze, arroganca... Këtu ke folur 90% dhe ka thënë që këtë emision... E një përfaqësuesi Ashtu tha? I cili... Nuk e kam atë ambicë që dalë nga politika dhe të vinë me. Jo, e more këshume, e vodhe emisionin sot. Do është e kanë atë rating me yjet. Dhe ju po të vot për para për të vjetur, jo ti. Se ty të nëzirin që s'ke vjetur. Ti po pranove tani që unë 1 dhe ju 10. Unë ta mora emisionin tani... Fakti që s'ke vjetur ti nuk të regonë në gjithë rëndësishme. Fakti që s'ke vjetur ti. Por ka një problem. Emisionin e vodhe pak sotit. Po mirë, që do të thotë kjo? Ti për qa more mua këtu, që ta vidhja apo që mos ta vidhja? Ti linje të flisni dhe këta. Po lërë edhe ne. Unë jam 1, këta janë 10, a do ma lesh më kohën e gjithë apo jo? Nuk e kuptoj këtë, unë jam 1, këta janë 10, si zonja vjen si përfaqësuese e qeverisë. Dërsa ju vini si përfaqësues të një gjëje kundër qeverisë. A mund të përfundoj përfundojnë time? Jo. Me që se puna mërë leje. Jo, me që që është jo. Edhe një 10 gënjështra të tjera nuk bëhet nami. është këshu një... Me 1000 edhe 10 gënjështra të tjera edukatë kotë që nuk ekziston, a mund të mbarë jo? Nuk bëhet nami, edhe 10 gënjështra të tjera. Bëj e rilësin, pra, vazhdo, jepi. Dhe çfarë mban këtë protestë, do ta mbaj këtë protestë, është një qeveri e korruptuar deri në palc, arrogante deri në kulm, që jo vetëm që të vjedh, se këta të tërë kanë vjedhur, po këta kanë dhe arrogancën që të vinë këtu edhe të thonë edhe intelektualisht janë më mirë, ndërkohë që njëri s'di alfabetin, njëri s'di të shkruaj, njëri i del aty votat 100% në një zonë që se njeh askush, njëri del dhe është absolutisht i përzgjedhur. Ka ky zotni që i trajton të gjithë si kukulla. Por e kupton dalin këtu me fjalë pazare, edhe duan bëjnë Shqipërinë e re me fjalët e pazarit. Pikërisht kjo arrogancë e një pushteti i cili Shqipëria tanishme ka shumë probleme. Po patjetër. Prandaj jemi këtu për të zgjidhur problemin. Jemi këtu për të thënë që Shqipëria është perl. Jemi këtu për të thënë që Shqipëria është në progres dhe do jetë gjithkohës në progres, derisa Shqipëria në 2030 shkojmë aman më mbaroj dhe sa ke shkruar në qafsh. Nuk kanë më asnjë zgjidhje tjetër përveç se të jenë në shesh çdo ditë për të thënë më së paku dorëheqja e kryeministit Rama, që është një gjë e panegociueshme. Më pas shfuqizimi i ligjit, shfuqizimi paketës maleve, shfuqizimi nuk jeni ju parlamenti e dashur, as kryeministri Rama, kështu që parlamenti vazhdon punën e vet. E vazhdon, po. Shfuqizimi i paketës maleve, shfuqizimi investitori strategjik që u bë çdo kloun, aty o borri u bë investitor strategjik që privatizon, ato që janë prona publike, jo pronat e Edi Ramës. Po na thuj një vetëm një fakt, jep të paktën një gjë nga
nga ato që thua, ta kesh me referencë. Të thuash, kjo zonë e mbrojtur, ky korupcion. Që të Si Dorelën për pikjuni ta pranoni. Që këta, as i vjedhin, ta marrim ke partia jonë. as i vjedhin, ta marrim ke partia jonë. Në më në partisë të vengër. Nuk vjen. O, sa veta kanë thënë që zvime dhe lutën të vinë pas. Po ka plot, po jo kjo. Lere tani. Disa nga këta e bëjnë që të bien sy. Jo, nuk vjen në partisë. Ja, e bëjnë që të bien sy. Këte e një herë dhe Po mirë pra e një dhe unë po të them Shumë nga këta e bëjnë se duan të bien sy që ne që ta një ofendim që unë mund të shkoj te Partia Socialiste, që është njësoj se çdo band tjetër kriminale, absolutisht që është një gjë që asë Po deshëm e gotë. Jo vetëm për mua, se kjo është parimi im. Po fakti që aty ka njerëz që jo që nuk ju shohin si alternativë, po ju neverisin për atë që i keni ofruar Shqipërisë në 13 vite e parë, arrogancën që keni treguar në 24 ditë, është pikërisht ajo që ju nuk gjeni dot qetësi. Se jo vetëm nuk ju shohin më si alternativë, po ju neverisin, ju shohin dhe më keq se çdo qeveri tjetër që ka pas Shqipëria. Se ata janë mësuar të vidhen, po t'i trajtoni njerëzit si kur janë sende pa dignitet, si të smurtin onkologjikut. Është kauza Osman Stafos, mos e ajo është kauza gjithë shqiptarëve që Osmani e ka bërë në mënyrë të mrekullueshme dhe meriton respektin edhe tuaj, se janë gjëra që ju si keni bërë. Dhe t'i lësh nxënësit me mësues që i bënin mbledhjes votash. Pastaj shitet dhe t'i lini inxhinierët, dhe t'i lini arkitektët. Po edhe në konkluzion do të thotë. Ti vër pikën tani se s'po marrim. E vuri edhe. Kam 2 orë këtu që mbaj shnime, po s'na ka dhënë asnjë gjë konkrete, që t'ja bëjmë, t'ja realizojmë, se kështu kanë thënë që ne duam që t'na realizoni ato kërkesa që kemi. Unë nuk vi me ju në debat për të qështja është po thot vetëm gjëra që nuk po thot asgjë, po bën vetëm një populizëm, një komunizëm, shfuqëzim ligjesh, qeveri teknike një vjeçare që ju zgjidhet as mos t'i vidhni, as mos t'i blini me krim të organizuar, dhe një kontratë e re sociale ku piktori nuk vendos për jetën e gjithë shqiptarëve, se nuk është Shqipëria prona e vetë. Shqipëria është e një shoqërie që i del për çdo drejtës vetë, dhe që më në fund është në shesh dhe nuk ikën nga i shesh pa ju larguar ju. Do vazhdoj? Në kush për shembull? Protesta? Absolutisht, protesta nuk kemi një zgjidhje tjetër që mund të zgjedhim mes dy alternativave për të gjithë ata që kur shkojnë në spital s'kan ilaçe, për gjithë ata që kanë frikë kur i çojnë fëmijët shkolla, për gjithë ata që e duan plazhin për vete dhe për jo për oligarkët, për të gjithë ata që të pyeta thjesht. Ka vetëm një zgjedhje që është të protestoj çdo ditë në orën 7 nga sheshi Skënderbej kundër një qeverisje autokratike, oligarkike dhe kriminale të kryeministit Rama. Fakti që Abili Patjetër. Një gazetë. Po është detyrë mbyllja e kapitullit. Por të ndryshoni rezolutën. Jo, s'është detyrë që është detyrë. Ja. Shkoj më shpejt nuk është. Ja, një minutë. Ama më shkoni se po shkuat juve. Jo, po s'është detyra jone tani. Por vetëm të shkojnë. Performancë, okay. Tani kemi një problem. Biles më të rafsh. Në gjithë të bisedin e bëmë, fakti që 2 kolegët e mi me përvojë të gjatë në media të treguan është të duruar. Jo të duruar, po u shastisën pak. Ja, më se nuk shastisën kollaj këta, tani jo. Po të gjohë mua dhe një që të temë se... E kam të sigurt. Pak u shastisën nga abia një sekundë. Tani, ka që ishte dhe... Aman, mos në bëtë kërkojmë ndjesë. Një kolegu jënë i më shkruan në Dervishi, turni parë qeveria jemi, thotë, deri tani jemi me bashkë ekzistencë paqësore të Krushovit, të Nikita Sergejeviç Krushovit. Turni parë qeveria, turni 2 protesta, turni 3 botrori, dhe i sa të mbaroj. Dallimi, thotë, dallimi, që ta mbyllim si program, në Serbi duan të flasin, në Shqipëri, ka kohë, 2 vjetë që po vazhdo në Serbi, por në Serbi duan të flasin, në Shqipëri duan të dëgjohen. Se me nderë nuk dëgjon njëri. Si Dorela dhe kjo duhet parë, jo për ju, së shfa ju, nuk dëgjojnë, ta që janë. Ne kemi të qarë që kemi përballë një sistem autokratik, oligarkik dhe kriminal. Ne dim që s'po bëhet çka ka. Arbër, faleminderit shumë. Sot ditë aty derisa të dëgjojmë.